Si u ndjet kur morët vesh që ishit e para në Shqipëri për degën e mjekësisë? Jam ndjerë shumë e lumtur, por ishte disi e pritshme pas një pune të lodhshme gjatë muajve të verës. Nuk e prisja që do t'isha e para, por e dija që do të renditesha nga të parët pasi në provimin e informatizuar të mjekësisë që dhash ditën e mërkurë, pata një rezultat të shkëlqyer, mora 100 pikë dhe ishte shumë e pritshme që do të dilja në të parët në renditje. Sa keni studiuar për të arritur këto rezultate? Atëherë kam punuar shumë gjatë 12 viteve, por sidomos pasi përfundova provimet e maturës, pata një punë shumë të madhe në muajin e qershorit, korrikut dhe në gusht përpara se të jepja provimin. Dhe kjo punë, faleminderit, u shpërblye dhe jam shumë e lumtur. Kishe emocione çfarë të ngjalli fakti që morët vesh lajmin që ishit në këtë nivel? Kisha shumë emocione, e mora vesh të premte në portalin studentor. Idea ime e maturës ishte renditur e para dhe u emocionova shumë, telefonova prindrit e mi, ata u gëzuan shumë, por dhe e prisnin, më kanë suportuar gjithmonë dhe dini që do dilja më e mira. Kush ishte i pari që ja dhe lajmin? I pari ishte babi, po dhe mami, ishin të dy dhe ishin shumë të gëzuar për mua. Pse zgjodhët degën mjekësi e përgjithshme? Përveç se është një degë që sjell një përfitim shumë të madh, është dega më e kërkuar. Më pëlqen shumë që do jem në gjendje të ndihmoj të gjithë popullin shqiptar, sepse mendoj që do ta vazhdoj profesionin tim në Shqipëri pa u zhvendosur jashtë. Kishit kohë që kishit menduar që do të studionit për mjekësi, kur e vendosët që do të studionit për këtë degë? E kam pasur ëndër që e vogël, gjithmonë e kam menduar që do të bëhesha mjeke, por më kanë shtyrë dhe pak prindrit e mi, sepse mendojnë që është një degë shumë e mirë, që do të kemi të ardhme të shkëlqyer. Si e shikon të ardhmen tënde? Mendoj që duke u përgatitur shumë mirë në fakultetin e mjekësisë, do arrit të bëhem një mjeke e shkëlqyer për t'i ardhur në ndihmë të gjithëve. Konkretisht e ke vendosur, do më ke një parashikim çfarë lloj mjekesh do të bësh? Mendoj që do bëhem një kirurge, por nuk e di akoma. Ka shumë degë të ndryshme mjekësia dhe do më duhet akoma kohë për ta menduar. Duke pasur parasysh që shumë të rinj pasi mbarojnë mjekësinë vazhdojnë jashtë shtetit, ju e keni menduar ndonjëherë që të studioni jashtë? Jo, unë kam dëshirë të qëndroj në Shqipëri, këtu ku do përfundoj dhe shkollën, aty dua të ndihmoj të gjithë shqiptarët që do kenë nevojë për mua. Ke një mesazh për të rinjt kolegët, kujt i je mirënjohëse për këtë arritje? Jam shumë mirënjohëse prindërve të mi që më kanë ndihmuar gjithmonë, gjithë mësuesve dhe drejtorin e shkollës, e falenderoj shumë. Si e përjetuat momentin kur dolët fituese dhe ishit në vendin e tretë në Shqipëri për degën mjekësi e përgjithshme? Të them të drejtën, nuk e prisja fare që të dilja vendi i tretë, e prisja që t'isha në listën fituese, sepse normalisht kisha një kohë shumë të gjatë që përgatitesha për këtë provim, por fakti që dola vendi i tretë ishte një surprizë vërtet e madhe dhe nuk e di, akoma jam kështu në shok kur e mendoj. Çfarë bëre në atë moment kur mësove dhe kujt ja dhe të parit lajmin? E mësova pasi mbarova provimin, sepse testi është informatizuar. Kur pash në ekran 100 pikë, nuk po i besoja dot syve. Kur kam dalë jashtë, normalisht prindërve të mi, sepse ata po më prisnin. Dhe është një tjetër lloj emocioni. Ku t'ja dedikon këtë arritjen tënde? Sa orë ke mësuar, sa orë keni studiuar dhe a e kishit vendosur prej sa kohësh që do të studionit për mjekësi dhe jo diçka tjetër? Nuk kam qenë gjithmonë e prirur që të shkoj për mjekësi. Kanë qenë më tepër prindrit e mi, ata që më kanë dhënë shtysën e parë. Gjithmonë kam menduar se profesioni im i të ardhmes do të kishte të bënte me diçka si arkitektura ose inxhinieria, por sa më shumë studioja, aq më shumë fillonte të më pëlqente mjekësia dhe ky profesion, dhe aq më shumë interes kisha dhe mendoj se kjo. Sa orë në ditë mësonit? Po nuk është se është një orë e përcaktuar, po diku te 4-5 orë, po. Sidomos tani në verë pasi mbaruam dhe provimet e maturës. Sa ishte numri i personave nxënësve që garuan për mjekësi e përgjithshme?
Në mos gaboj unë 1300, 1400 me përafërsi. Ju do të vazhdoni të mësoni në Shqipëri apo keni menduar të studioni jashtë? Jo, do studioj në Shqipëri, duke qenë se këtu e fitova. Dhe nuk kam pse të largohem jashtë shtetit, por mund të kontribuoj për vendin tim. Si e shihni të ardhmen tuaj? Tani, ndoshta është pak herët për të dhënë një parashikim, por e shoh këtu shumicën e kohës, por mendoj që e ardhma ime do të ketë bëj me Ishte për ty ai provim. tani si çdo provim dhe ai kishte emocionet e veta, po sa ula atje takova trurin, thash okay, kam kohë që punoj për këtë provim. Kjo është ardhmja ime, unë do jap maksimumin tim dhe jam shumë e sigurt që rezultati në fund do jetë kënaqës.